Një episod i rënd të dhunë dhe rëmbimi ka tronditur qytetin e Durrësit, ku një qytetar është bërë shënjestër e një akti kriminal të rënd pas një debati të zakonshëm rrugor. Viktima 48 vjeçari Denis Simaku, një fotograf i njohur në qytet, është rrëmbyer dhe dhunuar brutalisht nga 4 persona, 3 prej të cilëve vëllezër, pas një zënke në përparësi në rrugë. Ngjarja nisi me një konflikt verbal me Simakut dhe babait të 3 vëllezërve, pas një mosmarrëveshje në trafik. Por pak orë më pas, situata mori një kthes dramatike. 4 autorët e dyshuar kanë ndjekur dhe sulmuar Simakun duke e goditur, futur me forcë në një automjet dhe transportuar drejt zonës së spitalës, një zonë periferike e Durrësit. Atje ai është dhunuar dhe më pas braktisur në gjendje të rëndë fizike e psikologjike. Burimet nga policia bëjnë të ditur se pas kallëzimit të vetë viktimës dhe ndihmës që është dhënë nga qytetarë të rastësishëm, janë nisur më njëherë hetimet. Pamjet nga kamerat e sigurisë në zonë ndihmuan për identifikimin e 4 personave të dyshuar, konkretisht 3 vëllezërit me mbiemrin Kodra dhe një i afërm i tyre. Të 4 janë aktualisht në kërkim nga uniformat blu, ndërkohë Simaku ndodhet i shtruar në spitalin e Durrësit ku po merr trajtim mjekësor dhe raportohet se është jashtë rrezikut për jetën. Mjekët konfirmojnë se ai ka marrë goditje të shumta në trup dhe është në gjendje të traumatizuar psikologjikisht. Ngjarja ka shkaktuar reagime të forta në opinionin publik dhe mes komunitetit artistik të qytetit, ku Simaku njihet për kontributin e tij si fotograf. Policia ka intensifikuar kontrollet dhe kapjen e autorëve, ndërsa po hetohet edhe për mundësinë që ky akt të jetë ndihmuar nga persona të tjerë.